Guri Koti ka qenë një nga fotografët më të njohur qytetit Korçës, por sot pas shumë vitesh punët e tij nuk i shohim askund. Emri është lidhur ngushtësisht me peizazhet e mrekullueshme të Korçës, të kapura përmes lenteve të aparatit të tij. Fotografitë nuk ishin vetëm pamje të bukura, ato pasqyronin gjithashtu personalitetet dhe ngjarjet e kohës. Fotografitë e tij sot janë mbuluar nga pluri. Arkivi i pasur i Guri Kotit është i paharruar dhe kjo pasuri e trashëguar ka mbetur e harruar, pavarësisht pasionit të tij dhe kontributit të jashtëzakonshëm në fushën e fotografisë. Ai ndroi jetë në vitin 2006 dhe që atëherë askush nuk u kujtua për të. Askush nuk u angazhua për të realizuar amanetin e tij për digitalizimin e fotove, duke humbur kështu një nga thesaret e vërteta të artit. Vajza e tij kërkon që të kujtohet emri i babait dhe të vlerësohet puna. Guri Koti, një emër që do të duhej të ishte simboli i historisë së Korçës, ende mbetet i harruar në raftet e arkivave dhe kalendarët e kohës. Kishte një pasion të jashtëzakonshëm dhe fotografonte çdo gjë që i pëlqente. Çdo gjë në kombinatin e trikotazhit, repartet, punëtoret, shumë reparte, shumë punëtore të dalluara, të mira, Pandiraidhi, Koço Qendro, Dimitra Mele, po është një portret shumë i veçantë i gruas të Themistokli Grmenj. Do desha të kujdeseshin, diçka të bënin diçka të kohës, të bukur, që të dilte në pa, puna e madhe, të rjetën, që fëmije kishte pasur pasion. Fotografitë e Guri Kotit janë pasuri e qytetit Korçës, të cilat meritojnë të jenë pjesë e trashëgimisë kulturore, që të gjithë ta njohin dhe ruajnë për brezat që do të vinë.